Ja çfarë bëri Gjesti me Eglin pas daljes nga Big Brother VIP. Nuk e mbajti premtimin Gjesti. Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, u shpall fituesi i sezonit të 4 të Big Brother VIP Albania, pas një rrugëtimi të mbushur me tensione, sfida emocionale dhe momente shpërthyese. Me gjithë presionin psikologjik, komentet ofenduese dhe një episod dhune brenda shtëpisë, ai arriti të fitojë simpatinë e publikut dhe çmimin e madh për 100.000 eurosh. Por një nga momentet më të diskutueshme të këtij edicioni ishte marrëdhënia e tij me Eglin, një lidhje e papritur, por e komentuar gjatë. Ata u bën një nga çiftet më të pëlqyera të këtij sezoni, deri në momentin kur Gjesti tronditi gjithçka me një deklaratë befasuese. E kam jetën të tmerrshme jashtë. Një femër si ti nuk më duron dot. Sa po të dal, blok e ke. Publiku mbeti i shokuar, dhe të gjithë prisnin fundin e kësaj lidhjeje. Por realiteti është krejt tjetër. Pas përfundimit të spektaklit, ndjekësit i kanë ndjekur nga afër lëvizjet e tyre në rrjetet sociale. Dhe surpriza është e madhe. Gjesti jo vetëm që nuk e ka bllokuar Eglin, por ata duke më të afërt se kurrë. Foto së bashku, dalje publike dhe një kimi që ndoshta jashtë kamerave po shndërrohet në diçka më serioze. Tani lind pyetja. A ishte ajo deklaratë thjesht një moment impulsiv, apo një strategji për të shmangur presionin e jashtëm? Apo ndoshta dashuria e vërtet i gjeti jashtë shtëpisë? Një gjë është e sigurt, historia Gjesti Egli nuk ka përfunduar ende.